Unë mendoj që do një analizë fort, mbas kësaj po unë jam akoma në proces zgjedhor. Brenda procesit zgjedhor, në këtë moment unë jam dinamik ndjeket procesi zgjedhor, ju e dini. Duke qenë se jemi lidh hapur, neve na kërkon vëmendje në këtë drejtim, procesi për ne nuk ka mbaruar ende, sapo të mbaroj, jam i bindur në sekondën më të parë, jemi aty për të analizuar dhe për të marrë vendime. Blen, ke një qëndrim? Mendoj që në situatën aktuale është tashmë drejt Partia Demokratike, sidomos nuk e ka takrin moral e përfitimtarë. Mendoj që duhet nisi një proces me një urgjencë katarsis, proces kjo ta konfirmoj, siç e tha edhe Sula, duhet që duhet të përmisoj vetëm, duhet të përmisoj këtë aksionin e vetë fatkeqësisht poli do punojnë pranin e ne nuk mund të humbim dot kohë duke që nuk kupton që nuk është alternative e qëndësishme. Nuk është alternativë, dakord. Nëse Ilir Ali Mehmeti do të kishte qenë kandidati siç përflitet i Bashkisë Tiranës, do ta gjejë qytetarin Blend që të vendosje vetë për të bërë një debat qoftë në këtë studio apo në të tjerat që sigurisht e keni të hapur? Ishte për mua pyetje? Po patjetër, që nëse bëjmë një debat serioz, kur do qoftë ne bëjmë debatin. Un kam një problem me një pjesë të paneleve kur ka 5, 6, 7, 8 veta, nuk jap dot, nuk prodhoj dot në ato lloj debati, nuk prodhoj dot rezultat. Duhet marrësh fjalën, flitet me njëri tjetrin, disa ulërin, disa janë të shkatët. Nuk e kam atë shkatësi.